Floresha Islamaj. Banoni ku? Ja të kjo dhoma këtu latë neve, ato të poshnet janë të Rajit Kacës. Çfarë do me shpatë? Ka një kur shtëpi tëra nuk janë të jetueshme më. Çfarë ndodhi aty? Atë na dëgjuam krisma, pa ose qarë ndodhi, ku shodhi kur, qarë bëri, kur dëgjuam ne që iku një mur para shtëpis tone, zë shtëpit e Rajtit poshtë. Unë ngrem dollëm, e dhamë na familja tjetër që pim kafe, sa pim kafe atje, bën ulljen ato shtëpit e atij. Tonat janë kështu në ajër janë, nuk e dim. Nuk po jetoni aty? Jo, jetim, nuk futesh dot. Ku keni shkuar? Po në vajta te kunatin e keqja. Qa do bëhet në shidjallë, gjithë mundimi dje me fëmijëve, burre, vetë, 50 aty kemi qënë. Qa do bëhet në shi nuk e di. Ka ndodhur në një situatë të tilla? Jo. Ka ndodhur vogla, po jo kaq shumë. Ju me kë jetoni? Unë vetëm kam djali me nuse, në Greqi jemi 3 veta. Mund e shpres i kishe djali dita këtu. Kishit frikë? Po frikishim, si po jo. Si do ja bëni tani? Do ktheheni, çfarë do bëni me shtëpitë? Keni orendi brenda, çfarë ka mbetur? Hoqja sa vetëm rrobat e mia, bufe, çfarë janë këto si zora me dorë. Nona don 100% ata. Nuk futesh dot më djele, se shko ka rrezik atje. Sa banesa ra nëna? 2 banesa, do vish dhe mi dhe ndej në ablija. Hajde të alla fosëm dhe ndej. 2 Shiko, aty e shiko buzën poshtë. Se shën krisje nuk ka jo, vetëm këshu anës e qimendos. Që ka nikur. Po këtu material deri ku e kishit? Dre, po kishja 5 metra tutje këtu, në ish muri me ata që krahose që këtu. E pa isha i ra, muri parë këtu, u vithisën ato tjerat poshtë. Të 2 familje janë? 2 familje jemi vërtëm. Ato s'kanën, po dhe këto në përtëron janë s'janë, nuk jetushim në. Po qeme e vullo djale që na shprishu një zoi e madhe. Ku të vemi, nuk Si do ja bëni tani? Qa do na bëj shteti, jemi dorë shtetit. Ku do vete? Ka ardhur njëri? Po erdhi plot në shtetit tip, policia e ky dashkja ku e ka gjysh këtë Nertili. Në gjyshi i Nertilit këtu. Ka në ardhur, me di. Unë bëra dhe këtë pjesë të re, këtu se do në vite djeri nga Greqia, jemi 3 veta. Ku do rrim, qarë do bet, nuk e di më nështi. Vini shikoni këtu, po nuk futeni do të? Jo, nuk fute do të. Nda ja ndorë nga 2 gjera dhe koce. Është frikë, nuk... Se sos mbajti koha dhe do futesh, nuk futesh do të. Ju kanë thënë mos futeni më në shtëpi? Jo, lanë ata vunzi, atë shiritin të thana për tej, nuk futemi. Ja, kështu qatë të themi mëne. Mersi. Si quheni? Kajta Zerikaj. Nga jeni? Këtu në vajza jam, banoj këtu. Çfarë ndodhi këtu? Këtu ndodhi reagjësi që pas të hije keqe e rëndë, ashtu në rëndë 2 familje, 2 shtëpi, njëra është rënduar shumë, kurse tjetra më pak, po prapë themelet i kanë havadan. Nuk jetohet. Janë të pajetueshme? Të pajetueshme janë. Ka ndodhur një situatë aty? Jo, të tilla jo, janë 80 vjeçe, s'kam dëgjuar ndonjëherë. Të tillë. Çfarë, nuk po jetohet më aty? Jo, nuk jetohet, jo. Jo, nuk jetohet, jo. Me se edhe të tjerët e panë, po dhe ne sa shohëm i vlerësojmë se jemi moshatar. Edhe nuk jetohet. Po. Faleminderit. Rofshi. Si quheni? Kajta Zerikaj. Faleminderit. Jeni nga vajza? Po, Çfarë ndodhi këtu? në ora 2 të natës, filloi e tronditej toka. Kërciste. Mbas orës 2 pasa filluan e ranë. Ra ajo, mbas kaj ra kjo. Luajtën vendet, i ngritëm njerëzit erdhën, kemi ndën deri në orën
7 pastaj s'kishe ç'a bëjmë, sa vinte ikte toka. I njihni këta? Po, jemi dhe mjevi me njëri tjetrin. Ku jetojnë tani? Ku kanë shkuar? Njëri ka shkuar te Çupa. Kurse kunata, që ka shpitu, ka shkuar te kunatit. Si jeton me njëri? Jo, vetëm kjo familje këtje jeton, që nuk i ka gjithë gjë. Kurse kjo i këm fare s'ka më. Është e frikshme se mos bie pjesë tjetër e rrugës. Po, shumë fare. Shumë fare është e frikshme. Kishte njerëz brenda kura? Po, jo, duallën. Duallën ora 2 e një qerek shumë. Si quheni zonë? Kimet e Islamaj. Faleminderit. Ka